35 vjetori i krijimit të Partisë Socialiste të Shqipërisë është festuar edhe në Selenic në një aktivitet që mblodhi bashkë themelues, veteran, kontribues ndër vite, kryetar të organizatave socialiste si dhe të rinj të angazhuar në këtë forcë politike. Aktiviteti u organizua në përkujdesjen e kryetarit të Partisë Socialiste të Degës Selenicës, Nertil Bellaj. Në fjalën e tij përshëndetëse, Bellaj vlerësoi kontributin e socialistëve të Selenicës ndër vite, duke theksuar se kjo forcë politike ka qenë pjesë e rëndësishme e transformimeve të mëdha të vendit dhe përpjekjeve të pandërprera për të afruar Shqipërinë me Europën. Sipas tij, socialistët e Selenicës janë njerëz me zemër të madhe dhe pjekuri politike, ndërsa bashkëpunimi dhe mbështetja e tyre kanë qenë vendimtare në rrugëtimin e tij politik, sikundër shpreh Bellaj. Sot ne mblidhemi me krenari dhe përgjegjësi për të shënuar 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Një forcë politike që ka qenë pjesë e pandarë e historisë të Shqipërisë, e transformimeve dhe përpjekjeve të pandërprera për një vend më të drejtë, më të zhvilluar dhe më afër Europës. 35 vite janë shumë më tepër se sa ky përvjetor. Janë dekada sakrificash, përballjesh, reformash dhe fitoresh. Janë vite gjatë të cilave Partia Socialiste ka ditur të qëndrojë pranë njerëzve, pranë familjeve shqiptare, pranë halleve dhe shpresave të tyre. Sekretari i kësaj partie në këtë deg, ndihem i nderuar që sot flas në emër të gjithë socialistëve të kësaj krahine. Njerëz punëtor, të ndershëm dhe me zemër të madhe, të cilët kanë kontribuar çdo ditë për forcimin e familjeve son politike dhe për zhvillimin e këtij komuniteti. Selenica, kjo zonë e gjitha, ka qenë gjithmonë një vend i njerëzve që nuk dorëzohen. Një vend me histori, me traditë dhe dinjitet. Në aktivitet mori pjesë edhe deputeti i zonës Vullnet Sinaj, i cili theksoi se Partia Socialiste lindi në një moment të vështirë historik për vendin dhe zgjodhi rrugën e orientimit evropian të Shqipërisë. Ai u shpreh se gjatë këtyre viteve, Partia Socialiste ka mbajtur përgjegjësi të madhe kombëtare dhe ka qenë një forcë politike me rol të rëndësishëm në zhvillimin e vendit. Ne sot jemi mbledhur për të festuar 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste, forcës politike më progresive në vend, e cila lindi në një moment historik të vështirë të tranzicionit ekonomik të vendit tonë, por që zgjodhi rrugën e transformimit, të reformimit dhe të orientimit europian të Shqipërisë. Në këtë festë të 35 vjetorit janë organizuar dhe do organizohen festa dhe ceremoni të ndryshme, ku më kulmorja duhet në datën 5 qershor, ku do vi kryeministri në Vlorë dhe do jenë të ftuar themelues antarë të vjetër të Partisë Socialiste, të rinj, ku do marrë pjesë kryeministri, do ketë dekorime me medalje ari për të gjithë ata që kanë qenë themelues të Partisë Socialiste, vlerësime pasaj të tjera për të gjithë ata që kanë kontribuar. 35 vite nuk janë pak, janë vite sfidash, përplasjesh, sakrificash, por dhe fitoresh të mëdha politike dhe shoqërore. Janë vite gjatë të cilave Partia Socialiste ka qenë një forcë që ka mbajtur mbi supe përgjegjësi të mëdha kombëtare në momente vendimtare të Shqipërisë. Ne sot përulemi me respekt para atyre burrave dhe grave që në fillim të viteve 90 patën guximin të ndërtonin një parti moderne të së europiane, duke besuar te demokracia, pluralizmi dhe shteti i së drejtës. Ata hodhën themelet e një force politike që në çdo etapë është përpjekur të qëndrojë pranë njerëzve të thjeshtë, të zakonshëm, të ndershëm, pranë punës, familjes, pensionistëve, të rinjve dhe sipërmarrësve të ndershëm. Partia Socialiste ka kaluar momente të vështira, por ka ditur gjithmonë të ngrihet dhe më e fortë. Kjo sepse në ADN-n e saj ka mirënjohjen, aftësinë për të rinovuar, për të rienergjizuar dhe për të përshtatur kohës. Të pranishmit i përshëndeti edhe deputetja Briseida Çakëri, e cila tha se kishte pranuar me kënaqësi ftesën për të marrë pjesë në këtë aktivitet, ndërsa tregoi se vinte nga një familje me bindje të majta dhe me lidhje të hershme me Partinë Socialiste. Shumë e lumtur dhe kisha shumë dëshirë të isha dhe pranova direkt ftesën edhe nga vullneti, edhe nga kryetari i bashkisë.
Unë vi nga një familje e majtë që nga socialistët e vitit 91 dhe 35 vjetori i Partisë Socialiste për mendimin tim është 35 vjetori i të gjithë kontributorëve, është festë fitore për të gjithë ata që kanë qenë kontribues që nga viti 91 edhe gjerë më sot. Por mbi të gjitha për ata që kanë qenë kontribues në vitet më të vështira të Partisë Socialiste, në ato vite ku është dashur kurajo dhe guxim. Dhe ju e keni bërë më së miri anë mban qarkut Vlorë, sidomos Vlora ka pasur një histori shumë të veçantë. Mirënjohje për secilin nga ju dhe jam shumë e lumtur të jem pranë jush sot. Në përfundim të aktivitetit u ndan certifikata vlerësimi për themeluesit dhe veteranët e Partisë Socialiste në Selenic, si shenjë mirënjohje për kontributin dhe angazhimin e tyre ndër vite.